parat po vinë për disa shenja. Zbuloni nëse do jesh ti që do pasurohesh këto ditë. Yjet kanë folur. Dhe për disa shenja, fati financiar po ndryshon me shpejtësi. A je ti ndërto? Qëndro deri në fund dhe zbulo mesazhin që universi ka për ty. Tashi, këto ditë intuita jote financiare është më e mprehtë se kur. Do të kesh një mundësi për një projekt të ri, apo një investim që mund të sjellë shumë të ardhura. Mos u frikëso të marrësh një rrezik të vogël. Universi është në anën tënde. Dikush mund të propozojë një bashkëpunim që në pamje të parë duket i thjeshtë, por do të sjellë shumë më tepër se sa mendon. Demi, kohët e fundit ke qenë i përqendruar te stabiliteti financiar dhe tani shpërblimi po vjen. Një borxh i vjetër mund të kthehet ose një rritje page që nuk e prisje. Mos harro. Kjo është një periudhë ku çdo hap i matur që ndërmerr të afron më pranë qëllimeve të tua financiare. Fati është në anën e atyre që planifikojnë. Bine, kreativiteti yt po shndërrohet në burim fitimi. Një ide që ke menduar prej kohësh mund të bëhet realitet. Mund të marrësh një telefonat apo email që do të ndryshojë drejtimin e rrugës tënde profesionale. Mos e injoro asnjë shenjë. Gjithçka është e lidhur. Gaforia. Emocionet dhe parat janë të lidhura ngushtë këtë muaj. Do kuptosh që sa më shumë të ndjekësh pasionin tënd, aq më shumë do vinë parat. Mund të ofrohet një mundësi për të fituar përmes diçkaje që e do vërtet. Ndiq zemrën dhe nuk do gabosh. Luani. Fati financiar është në pulën për ty. Disa luan do përjetojnë një ngritje të befasishme. Ndoshta edhe një ofertë që do t'i lërë pa fjalë. Je në momentin më të mirë për të marrë vendime të mëdha. Shfaq veten, beso në aftësitë e tua dhe universi do të shpërblej. Virgjëresha. Parat nuk do të bien nga qielli, por çdo orë pune që ke bërë kohët e fundit do të shpërblehet. Një investim që mendove se nuk funksionoi do të jap frytet e veta. Gjithashtu mund të dalë një rrugë e re për të fituar mbase online apo përmes një hobi që e ke lënë pas dore. Peshorja. Balanca financiare është çelësi për ty. Do të gjesh mënyra të reja për të menaxhuar më mirë të ardhurat. Dhe mund të zbulosh një burim të ri fitimi që e kishe parasyve, por nuk e kishe vënë re. Koha është ideale për të investuar në vetvete dhe në një ide që e ke vonuar prej kohësh. Akrepi. Transformimi financiar është afër. Një surprizë nga një person që nuk e prisje do të ofrojë një mundësi që do të ndryshojë gjithçka. Mos e refuzo edhe nëse tingëllon e çuditshme. Parat vijnë nga burime të paimagjinueshme dhe për ty ato janë më afër se ç'mendon. Shigjetari. Liri financiare është ëndra jote dhe tani është koha për të vepruar. Një mundësi për të udhëtuar apo për të punuar në distancë mund të sjellë fitime të mëdha. Rreziku është prezent, por nëse e luan mirë lojën do të dalësh fitimtar. Britani. Ke punuar fort dhe tani vjen momenti të korrave. Mund të jepet një rol më i madh, më shumë përgjegjësi dhe sigurisht më shumë të ardhura. Mos harro të ndash suksesin me të tjerët, sa më shumë të japësh, aq më shumë do të marrësh. Ujori. Idetë tua janë para në xhep nëse i ndan me botën. Rrjetet sociale, projektet online, teknologjia të gjitha janë fusha ku mund të fitosh shumë. Kjo është koha për të ndërtuar diçka vetjake që do të të jap pavarësi financiare në të ardhmen. Duket sikur një ëndër do të realizohet dhe do të sjellë fitime. Intuita jote është udhërfyesi më i mirë ndaj beso ndjenjave të tua. Dikush mund të mbështesë financiarisht në një rrugë që të ka frikësuar prej kohësh. Mos e humb këtë shans. Këto ishin mesazhet e yjeve për ditët në vazhdim. Nëse e ndjeve që një pjesë e këtij mesazhi ishte për ty, lëre një koment më poshtë dhe shpërndaje me miqt. Mos harro të abonohesh për më shumë energji pozitive dhe lajme nga universi.